Ubej ibn Ka'b u kanë imami i parë i taravive. Të më thonë, Rasulullah a.s. njëtën e tina i ka falë një natë taravit me musliman që janë qëllu në xhami. Edhe natën e dytë, ata shokët e tina e kanë përhap lajmin që sante e këna falë një saleh mas kohës të jacis shumë mirë. E natën e dytë janë mbledh shokët e Rasulit a.s. edhe ma shumë. Edhe ja u ka falë Rasuli a.s. namazin e taravive. E natën e tretë nuk ka dalë Rasuli a.s. heq, edhe pse u mbledh numër i madh i shokëve të Rasulit a.s. për më falë namazin e taravive. Thot Muhamedi a.s. nuk është dalë Rasuli a.s. për frikës që Allahu azza wa jall për ban obligim, për ban farz namazin e taravive. S'ka dalë Rasuli a.s. Edhe ka me çështja taravive kështu. Do më thënë, njerëzit ju në falë në gjamit Rasulit a.s. ju në falë në shpia, ju në falë veç a veç, ju në falë me grupet vëgla, deri në kohë të Omeret radiallahu anhu. Është hi Omer radiallahu anhu njëherë në gjami. Edhe kur i ka pa musliman të falë ashtu, do vetën, do atje, do me një imam, do me një tjetër imam, i ka bashku Omer radiallahu anhu në dy imama. E imami i par i taravive u kanë Ubej ibn Ka'b.